Në qendrën e administrimit të landfillit të Sherishtës qëndrojnë prej kohësh 10 kontenier nëntoksor, të cilët ishin parashikuar të vendoseshin në zona të ndryshme të qytetit të Vlorës për të përmirësuar sistemin e grumbullimit të mbetjeve urbane. Megjithatë, edhe pse projekti u prezantua si një hap drejt modernizimit të shërbimit të pastrimit, këta kontenierë ende nuk janë instaluar. Një pjesë e tyre u vendosën fillimisht në mënyrë pilote në zonën e Lungomares, pranë Bregdetit, ndërsa projekti parashikonte shtrirjen e tyre edhe në lagje të tjera të qytetit. Deri më tani, kjo gjë nuk ka ndodhur dhe nuk ka asnjë shpjegim se pse procesi ka mbetur pezull. Ndërkohë, kontenierët vazhdojnë të jenë në ambientet e landfillit të Sherishtës në pritje të përdorimit. Vendosja e tyre do të sillte një standard më të lartë të menaxhimit të mbetjeve urbane, pasi këta kontenierë nëntoksor jo vetëm që përmirësoj pamjen e qytetit, por edhe reduktojnë aromat e pakëndshme, shmangin shpërndarjen e mbeturinave nga era apo kafshët e ndacake, si dhe rrisin efikasitetin e procesit të grumbullimit. Këto janë elemente me rëndësi të veçantë për një qytet turistik si Vlora, sidomos gjatë muajve të verës. Aktualisht qyteti po përballet me një rritje të ndjeshme të sasisë së mbetjeve, si pasojë e fluksit të lartë të pushuesve dhe turistëve. Çdo ditë grumbullohen volume shumë të mëdha mbetjesh krahasuar me periudhën jashtë sezonit, duke e bërë edhe më të domosdoshme përdorimin e çdo infrastrukture të domosdoshme për pastrimin e qytetit. Procesi i grumbullimit të mbetjeve vijon sipas skemës aktuale, mbetjet që nxirren nga bizneset e banesat, të vendosura kryesisht në qese të zeza, mblidhen fillimisht nga automjetet e vogla të pastrimit, të cilat kanë akses në rrugët dhe lagjet e qytetit. Më pas ato transportohen në qendrën e Sherishtes, ku ngarkohen automjetet e tonazhit të rënd dhe dërgohen në depozitim në landfill. Edhe pse sistemi funksionon, përdorimi i kontenierëve nëntoksor do ta bënte më efikas të gjithë zinxhirin e menaxhimit të mbetjeve dhe do të përmirësonte ndjeshëm cilësinë e shërbimit për qytetarët dhe vizitorët. Për këtë arsye mbetet ende e paqartë se pse investimi nuk është vënë ende plotësisht në funksion, ndërkohë që nevoja për një menaxhim sa më modern të mbetjeve është më e madhe se kurrë gjatë sezonit turistik.